Mirë se vini në podcastin më të ri dhe më të rëndësishëm për zhvillimin personal. Sot, në anën tjetër, miku jem, shumë i qmushi, Ravajol Hasani, ambasadori i gastronomisë, posaçërisë gastronomisë shqiptare, njeriu që preku pikat më të larta në gastronomi, autor i librit të suksesshëm, e kemi nderin, kënaqësinë dhe e kemi mundësinë, kemi pjesë e këtij epizodi sot me më të madhin Ravajol Hasani. Mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fitimi është kënaqësia ime, kështu që faleminderit ty shumë, përveç se jemi dhe miq shumë të mirë dhe na lidh një respekt i veçantë, kështu dhe të falenderoj shumë që më dhe mundësi të marrë unë pjesë në këtë mrekulli që ti ke krijuar. Faleminderit Ravajol. Kënaqësi është e ne sepse e di që e kini agjend shumë të gjeshur më rana dite, e folëm edhe pak më herët, mirë po për ne ka rëndësi ajo pjesa autentike edhe nga këndvështrimi yt sepse jeni ambasador i gastronomisë, kjo është diçka jo dhe e përditshme. Tani, pa humb kohë, po dalë edhe në pyetjen e parë, është diçka personale ku po du me të nguc pak, edhe për shikuesit natyrisht, kush është Ravajol Hasani kur fiken dritat edhe kur fiken kamerat? Do njerë them unë dhe me kalimin e kohës e kuptoj do njerë them që sado i suksesëm dhe ta kesh arritur ma jatë, aq i vetëm je kur fiken dritat, kështu që është ajo momenti që dua qetësinë, dua ambientin im, kohën ime, që të qetësojmë pak na shumë ditat e vështira, na projektet që krijoj ose vinë ose do vinë, kështu që mundohem të jem aq i thjesht pas dritave, të kritikoj veten ditores në ana negative dhe pozitive, kështu të kuptoj gabimet dhe t'i përmirësoj, kështu që mundohem të punoj dhe pas dritave. Kështu që prioriteti im është kjo që ditë për ditë jap rezultata në detaje, perfeksion dhe gjithmonë të mundohem të bëjmë akoma më mirë. Faleminderit. Për ata që ende ty nuk njohin, janë pak ata që nuk njohin, mirë po për ata që nuk njohin, qysh ose cila ishte rruga e Ravajolit deri te këto pikat më të larta dhe pse zgjodhe gastronominë pikërisht? Në fakt, ta zëna fundi do me thënë që kisha ëndra të bëjmë një shef i mirë, ishte ëndra ime, por nuk imagjinoja ku që do arrit në këtë nivel dhe të garojnë në fushën të kombëtare dhe të bëhet të arrit këtu që kam arritur tani. Sigurisht ishte çdo kohë e vështirë, çdo hap e vështirë, sigurisht disiplina dhe standardet ishin ditore për mua. Ama thosha gjithmonë që kisha ëndra, dua t'i bëj realitet ëndrat, dua të bëjmë më i mirë, ti për ditë më i mirë, të arris standardet që dua. Gjithmonë thoshja që armiku im është vetja ime, ose armiku i mirësh është më e mira, kështu që investova te vetja dhe punova me veten ime dhe kritikoja veten ime, kështu që përmirësoja ose dhe gabimet mundohesha ti për ditë ti kuptoj dhe ti përmirësoj. Ky është një shumë pak llafe rrugëtimi e Ravajolit deri tani dhe akoma vazhdon më shumë. Po, faleminderit. Në fakt, po pse zgjodhe gastronominë? Cili ke ambicioni e pse gastronominë? Rastësisht mund të them, do me thënë që në kohën e emigracionit në 90 ca fillimet e hapat i familjes ime në kryeqytetin grek, kështu që vajta në një fazë që kuptova që është momenti që dua të mbuloj vetë ato spenzimet e mia, kështu që dua të krijoj punën ime dhe profesionin im. Rastësisht atë kohë që si shumë të rinj ishte kjo industri e restoranteve dhe e ushqimit, kështu dhe unë si fëmijë u vendosa në një restorant në atë kohë shumë luksoz në qendër të kryeqytetit grek,
atë fillova si çdo fëmijë hapa dhe para duke ndihmuar, duke pastruar, duke bërë shumë punë të tjera, po më troqi sa sa vendosa këmbën dhe haprin e parë, ajo dashuria e shijeve dhe ajo pasioni që pas si fëmijë, pas si lodër, kështu u dashurova me abjendin me çdo detaje dhe kështu vendosa që ok, Ravaiol, kjo do jetë bota jote, let's do it. Bëjmë një hap dhe kështu vazhdova dhe bëja ënda në një fushë shumë të veçantë për atë kohë për mua dhe shumë të vështirë, se flasim në 90 ca me 2025 ka ndryshim, se atë kohë nuk ishim as internetin, as të shikojmë ndonjë recetë në YouTube ose në Google. Atëre në thyesa vidhnim zanatin na shefat me kapacitet lartë, kështu dhe unë atë bëra, vodha zanatin dhe ëndrat që doja t'i gja përpara pas shumë vite. Shumë faleminderit. Për na si komunitet, po flas duke filluar nga vetvetja, e kemi një përgjësi etiko-morale në atë moment ku kemi përfitu diçka nga ajo që kemi mësu nga jeta, të vazhdojmë atë proces, të mos ndalemi edhe mos shtangohemi të amojmë diçka për vete, se që është e mirë, duhet vazhdohet, sepse nëse nuk e vazhdojmë ajo vdes me ne, e kështu që mojmë përgjësin atë të dhomë këto vlera, sidomos ti për shembull Michelin Sarr që ki një biografi është mo dhe je autentik, e kryon një botë të tërë në një pjatë sa dhe të vogël. E kjo ka me të vërtet bën ty një lloj borçlie për me dhona dituri të tjerët. Mirë po, nuk më varet edhe gjithmonë nga ne, sepse ne jemi të kufizum që edhe tjerët, edhe gjeneratat të donë ose të ketë mundësin me orë të bo mësimin, posaçërisht të ti ose të unë ose disa tjerë. Pyetja ime radhës do të është tani, çka mendon ti pse dështojnë njerëz? Ku është problemi kyç? Unë besoj dhe gjithmonë vendos veten ime përpara njerëzve, do me thënë shembulli e vetes është vetja ime. Po, Do thënë, dështon njeriu pse dështon, se dështon njeriu se ka frikë. Do me thënë që ka frikë të vështirësohet, ka frikë të bëjë një hap më thellë, ka frikë të udhëtoj vetëm. Gjithmonë njerëzit mundojnë të jenë me mazën, me të gjithë bashkë, po do njerë të mania që arrit në port, arrit gjithmonë ania e vetëm më shpejt të porti. Dhe unë kështu them që se cili duhet të tërheqi rrugën që ai beson, rruga që ai ka vizion, që të arriti pas murit. Do të thënë, unë them gjithmonë arrit atje ku s'mundet. Dhe njerëzit dhe besoj dëshmojnë se kanë frikë. Frika i tërheq mbrapa. Do me thënë që është e lehtë të vendosim një standard, po shumë e vështirë ta mbajmë atë standardin. Dhe kështu besoj që në jetë, dhe thash që në fillim që duhet kesh disiplinë. Dhe më në fund duhet të shkosh dhe të pyesësh çfarë do t'ina vetja tënde, ku do të arrisësh nesër. Si e mendon veten tënde pas 5-10 vete. Kështu mendoja gjithmonë si fëmijë që mundoja të besha një shef i mirë, atëherë isha vetëm 16 vjeç, që të besha një shef i mirë, duhet kaloja 25, 30, 35. Do me thënë, atë doja, atë shikoja të Ravaioli. Dhe s'kisha frikë të bëja hapën dhe të kapja një hap, një vlerësim, një rezultat, një perfekt. Ravaiol, është knatësi që të kemi këto, i ke dhënë një frym të re këtij podcasti, sepse ka rëndësi, kemi rëndësi të gjithë. Unë them se është shumë e rëndësishme të kemi një mentor që na prin, që të na përkrah, që të na mbështet aty ku jemi, për arsye se ai ka kalu në për ato ujnat ku na do të nëtojmë për me arritë deri aty. Pra na si shqiptar, po flas posaçërisht si shqiptar, e kemi një përgjësi që ta kuptojmë se duhet të marrëm një mentor momentin e duhur të na jep atë fuqin që na mungon,
ose të na largon atë ankthin ose frikën për mu zhvillu si individ personal ku ketë ndikim edhe shoqëria, po shoqërisht Shqipëria, shoqëria shqiptare. Unë e them këto sepse gjithmonë edhe tani që e kam hap edhe Akademinë e Speakers, shumë njerëz kanë të bëjnë me frikën, mos vetë besimin. Nga e kaluara që kam përkroh ma shumë se 1.000 njerëz në këtë botë, për më aftësu, për me gjetë edhe komunikimin ndërnjerëzor, për me gjetë vetë vetën, se nëse nuk e gjon vetë vetën, ti nuk e gjon asë njëri në këtë botë, është e pa mundur. Se dashuria fillon të vetë vetja, masa ne shpërndahet në shpe, në katon, në qytet, në botë. E kjo është më e rëndësishme që të kuptojmë që duhet momentalisht ku jemi na të pranojmë edhe të shkojmë drejt për drejt me një mentor që na afron mundësi mu zhvillu, e jo çdo hap të bëjmë me dhunë, se çka është me dhunë përfiton dhunë. Po pyetja radhës për ty të ishte si mund ose si arritet të realizosh një pjatë këtë kulturën e gastronomisë botërore, edhe çka të duft me përfundu këtë mision. Është shumë pyetje e bukur dhe doja ta dorëzoja këtë shpjegim dhe do ta them tani, do me thënë që gjithmonë kur krijoj një pjatë, do me thënë që është si kanvaj im, një kanvaj që unë dua të pikturoj. Të pikturoj çfarë dua të pikturoj? Një pjatë për mua dhe dorëzoj shpirtin e Ravaioli, do me thënë që ato që kam kaluar, ato të bukura, ato momentet keqe, të idhura, të ëmbëlta, aventura, njerëzit që kam takuar, ata që që më kanë inspiruar, faqesit, mirësit, shumë gjëra, ato më lidhen, i lidh të gjitha bashkë në një pjatë, kur krijoj një pjatë. Do me thënë, një pjatë nuk është thjesht një pjatë, është një dorëzim shpirti, është një identitet, është një uajtje ose një ditë e mrekullueshme ose një moment i veçantë ose një njohje perfekte ose një dashuri ose një divorc. Janë shumë gjëra bashkë. Kështu që ato gjitha ato emocionet shpirtërore më sjellin në një rezultat ose një standard në detaje perfekte shpirtërore. Shumë faleminderit, me të vërtet ke zgju disa emocione, sepse kam pas edhe pak ngacmime në gastronomi, jo shumë diçka, po e kuptoj plotësisht edhe pajtohem plotësisht me ty se është me të vërtet një piktur, ajo çka... Do me thënë me pak lafesh gjithë jeta në një pjatë. Po. E sa di, mundësisht edhe shikuesve do të interesonte ta dinin se çysh thirret libri ose cili është libri yt që ke shkruar si autor. Akoma nuk të jem sinqert, nuk e kam vendosur titullin. Okay. Nuk e kam përfunduar, po do jetë Shtëpia e humbur e Ravaiol Hasanit. Besoj që do të gjej shumë adhurues të librave, një ndër ta do të jem edhe unë, patjetër. Faleminderit dhe do jem prezent që ta adhuroj këtë, se je shumë person i veçantë. Faleminderit. Po ashtu mund të them që njëjtat fjalë edhe për ty, sepse me të vërtetë ki vlera të jashtëzakonshme edhe unik në vepër, kjo është edhe ndër pikat më të rëndësishme aty ku jemi. Tani pyetja e radhës, nëse Ravaioli ka vetëm 60 sekonda kohë, çka do t'i thueshe botës nga ato që i kin shpirt? Ato që kam thënë do them përsëri është që të bëjnë ëndra, të realizojnë ëndrat, se ëndrat nuk ka asnjëri t'i vjedhë. Kështu që ëndrat na mbajnë në jetë, na japin frymë, na japin qëllim. Ëndrat si që bëja dhe unë si fëmijë, unë kisha fatin i realizova në këtë moshë të re shumë për ato arritje që kam bërë. Po ëndrat me ato rënda flia dhe ato zgjohesha.
Faleminderit. Pyetja radhës është a të ketë ndaj risi nga Ravaioli, edhe nëse po, çka do të ndodhë në të ardhmen e afërt? Ato që do vinë shumë surpriza, shumë gjëra të bukura në të ardhmen, do vinë gjëra të reja në terrenin ndërkombëtar. Unë atë që doja të ndaj dhe unë do përpiqem akoma më shumë, do punoj akoma më shumë se sa i talentuar mund të jesh pa punë zbet asgjë, kështu që do mundohem akoma të jap për kombinim, për identitetin, për shqiptarët në çdo cep të botës, kështu që do mundohem që t'i jap shpresa dhe të rinjt. Dhe si thoshte edhe ka thënë Nelson Mandela, thënë një popull do vetëm shpresë. Atë dua të jap dhe unë. Shumë bukur. E tha me fjalët e Nelson Mandeles. Besoj mesazh më të madh për sot në këtë podcast nuk mund të ketë, sepse e preke pra kulmin e asaj çka duhet të ndodhte, mesazhin diçka të jashtëzakonshëm. Pra, mund të them me plot kuptimin e fjalës, nga thellësia e shpirtit të falenderoj për kohën, vullnetin dhe dëshirën që ti ishe pjesë e këtij podcasti të rëndësishëm. Tani Faleminderit, shumë ishte kënaqësi imja jashtëmase veçantë, për ishte shumë e bukur, kalova bukur dhe përsëri do takohemi përsëri. patjetër do të jesh ti i mirë se ardhur pavarësisht kur dhe pavarësisht çfarë koha. Të dashur shikues, ky ishte epizodi i radhës Arti i komunikimit me të madhen ambasadorin e fjalës, ambasadorin e gastronomisë, Ravaiol Hasani. Mirëmbëjtje dhe mirupafshim. Mund që ki kohë mundesh me najt online, apo tash u kry. U kry, okay. U kry. Kalova shumë bukur, që shumë e bukur, fitim, bravo përsëri dhe bravo do të them se je shumë i veçantë në këtë që bën. Këto na jep dhe ne të tjerëve na jep fuqinë dhe vullnetin të vazhdojmë më shumë. Është për shumë e vështirë jetesa me këto që ndodhen lart dhe më lart dhe më andej dhe këtej. Kështu që duhet një njeri që të na japin çik buzëqeshje, çik të jarojmë pak. Unë besoj që vetëm nuk muna me lëviz kurrë, më duhet ndihma juve. Jam shumë mirënjohës që gjeni kohën, vullnetin dhe dëshirë të jeni pjesë e kësaj ngjarje, sepse kjo është një presje në jetën tonë, se gjithmonë proceset vazhdojnë. Tash është sot ka qenë epizoda e 4 të këtij podcasti. Inshallah të vesh akoma më lart dhe të krijosh akoma më shumë gjëra, se jam i sigurt do të bësh këtë, se ke gjitha aftësinë dhe vullnetin dhe kapacitetin të arritësh këto gjëra, jam 100% i sigurt. Dhe si thash, le të vazhdojmë të bëjmë ëndra secili me ëndrat e tij, të lëmë një gjë pas, për gjeneratën e re ose për fëmijët tanë të thonë shumë që ky është ky. Ravaiol, nuk po të marr kohë më shumë, ishte me të vërtetë. Faleminderit shumë, do jemi në kontakt. Ta vazhdoj komplet materialin, se i bojmë edhe do traila, e ta nashi intervistën e plot dhe hudhëm tamam kështu të plot në YouTube, që të ketë dokument jetësor që të i kalon kohënat. Që ato është edhe shumë bukur. Edhe deri tani mirë ka shkojmë, ka dhe tash janë edhe 17 intervistat të... Mos haro të mbyllësh për intervistë Aldo Mehmetin dhe Gëzim Musliaga. Po ti, une aki shumë thjesht, në ato do iftoj me plot dëshirë. Se janë shumë persona të veçantë, Gëzimi është... Bënë një screenshot edhe mi dërgonën, sot ja dërgoj... Tani, sa të mbyllim do të jetë fotografi që të i bësh kontakt. A kom leje të shënoj që Ravaioli ju ka propozuar? Po, patjetër. Okej, gëzohem shumë. Faleminderit. Mirupafshim, miku jam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hajde, bye. Hajde, mirupafshim.